dhe zotin Kasami. Është ky kompromis apo strategji? Edhe njëna edhe tjetra, dhe me thëmë përveç thyrjes së monopolit, sjelljes së konkurrencës, dhe uroj që kjo konkurrencë jetë në të ardhmen një përplasje të ideve, programeve, platformave, dhe jetë përplasje e lodhshme, dhe me thënë, e figurave dhe çështjeve personale. Tjetra është që me këtë ne po sjellim edhe një model të ri, dhe me thënë, një vlerë të re demokratike në këtë nënqiell, i cili s'ka qenë, dhe me thënë, këtu, po nuk është që e kemi shpik ne. Më thonë, këtë modeli kemi tek Lëvizja Guxon në Kosovë, që funksionon disa vite. Më thonë, zonja Osmani, zoti Peci, zonja Gërvalla. Po për hir korrekcisë ata funksionojnë vetëm në koalicion me Lëvizjen Vetëvendosje. Mirë. Nuk mund të qëndrojnë vetëm si subjekt politik. Rrethanat janë ndryshe, domethënë realitetet janë ndryshme, po si model, domethënë Kosova e ka para neve. Ndërsa në Gjermani, në shtetet skandinave, në Evropë, gjithandej, dhe me thonë është model ku ka një balancim të politikave, dhe me thonë ndarje, sepse edhe aty ku një subjekt, nëse i mirë një partitë shqiptare, dhe me thonë kryesisht prej viteve 90 deri sot, rrallë ka ndodhur që edhe lider partia dhe zëvendëski ministra në qeveri. Dhe me thonë, kryesisht lideri ka qëndru parti, një figur tjetër ka qenë atje, pra duhet një lloj balancimi.